Të dashur armiqtë e mi, ju falenderoj shumë sepse më frymëzoni. Ju pak miq duhet dijeni krenar. Çfarë kam thënë në datën 1 tetor 2025 për Frida Krivskën që ka krefur milionat. Dënuar me 3 vjet e 9 muaj burg, ai drejtori që rodhi lekët e iPadit në Kosovë. Dhe një ditë më pas del zonja Silvi Bardhi, pikërisht skandali me fondet e iPadit që Bashkimi Evropian kërkon llogari pse janë vjedhur. Pra shikojeni, 2 tetor, 24 orë pas meje. Është typi ditës 3 tetor. Bashkimi Evropian pezëllon 112 milion euro për fermerët shqiptar, sepse kërkon llogari. Sillni ato që keni vjedhur, t'ju japim të tjerat. Pra, unë jam 1 ditë para Partisë Demokratike dhe 2 ditë përpara Bashkimit Evropian. Gjithë të mira të dashur miq, faleminderit të dashur miq.